Tungjatjeta, mirë se erdhët, zonja ministre, mësues, nxënës të klasave të 9-ta dhe të gjithë të pranishmëve. Është një kënaqësi e veçantë që jemi sot këtu duke hapur konkursin kombëtar të gjuhës shqipe në edicionin e 3 në shkollën e Kuqe. Vëllezër shqiptar, të prekim urtësinë, të zëm udhën e mbar, të ngjallim Shqipërinë. O gjuhë e shëmtëruar, o mall me shpirtin plot, Në cilin rast ndjen në shpërdorur në mënyrë të figurshme, re e bardh apo zemër e bardh? Zemër e bardh. Cila nga fjalët e gjuhës shqipe zëvendëson fjalën insistoj. Këmbgul. E nënta bër po saktë. Kthejeni krahasimin në metaforë. Ajo ishte si lule pranvere. Ajo ishte lule pranvere. Shumë saktë nënta A. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe tashmë realizohet për të tretin vit radhazi në shkollat 9-vjeçare dhe janë më shumë se 700 shkolla 9-vjeçare në të gjithë Shqipërinë që janë pjesë e organizimit të këtij konkursi të madh kombëtar për gjuhën shqipe. Më shumë se 11.000 nxënës ne presim që të angazhohen në këto 2 muaj në këtë konkurs të hapur, në këtë garë të hapur, për të përçuar ato që ne kemi më të shtrenjtë, gjuhën shqipe, pasurinë tonë të madhe, identitetin tonë kombëtar që na lidh, që na bashkon. Gjuha shqipe nuk është thjesht një mjet komunikimi, është pasuria jonë më e madhe që kemi. Ndaj ne duhet ta mbrojmë, ta trashëgojmë, ta flasim bukur atë dhe tema e këtij viti që ne kemi përzgjedhur është gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Unë shpresoj dhe jam e bindur që do të fitojnë më të mirët, por ajo që do të fitojë vërtet është gjuha shqipe. Është gjuha jonë e bukur shqipe që përmes jush, përmes të gjithë fëmijëve, nxënësve që do të angazhohen në këtë konkurs kombëtar, do të lartësohet edhe më shumë. Suksese të gjithëve. Suksese.